Ambasada Amerikane në Tiranë ka lëshuar një alarm, ose si quhen alert, security alert, i cili lidhet me sigurinë, ku thot, grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund synojnë vendet zakonshme, të tilla si vendet turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Natyrisht, deklarata ka ngjallur frikë dhe reagim për arsye të pranisë së Mujahedinëve që ndodhen në zonën e Manzës, dhe shumë qytetarë shqiptar mendojnë që realisht Irani mund të ketë plane për të ndërmarrë atentate për t'u hakmarrë për praninë e tyre në Shqipëri. Unë u interesova dhe emisioni pranë autoriteteve ligjzbatuese dhe shërbimeve shqiptare, ata thonë që nuk ka asnjë informacion për një rrezik të tillë, ndërkohë pash që dhe Rama ka bërë një deklaratë për Radio Europa e Lirë, ku po ashtu thotë që nuk ka informacione të lloj. Nuk di nëse ambasada amerikane ka ndonjë informacion ekstra apo bëhet fjalë për një mesazh standard si ato që dalin vazhdimisht kur bëhet fjalë për protesta, për momente tubimesh të mëdha, tensionesh politike apo dhe jo vetëm politike. Gjithsesi, kohët e fundit shumë shtete kanë lëshuar alarme, Britania Madhe ka ndaluar shtetet e saj ose i ka bërë kërkesë që të mundojnë të shmangin Turqinë, Qipron, vende të tjera, ndërkohë që lindja e mesme, pra dhe zona e Gjirit arabik është thuajse me vit kuqe për këto vende. Çfarë po ndodh me këtë sinjal, nuk di të them, po një gjë është, unë mendoj që më shumë bëhet fjalë për një kujdes sesa për një sinjal konkret.